por më lejoni të them që forca e Bashkimit Evropian qëndron në aftësinë e vet për të tërhequr dhe për të frymëzuar vende të tjera. Për këtë arsye, zgjerimi mbetet një nga mjetet më të fuqishme të Europës për të promovuar demokracinë, stabilitetin dhe begatinë në të gjithë kontinentin ton. Duke mbështetur Shqipërinë dhe vendet e tjera kandidate në rrugtimin e tyre drejt anëtarësimit, Europa po investon në një të ardhme më të sigurt dhe më të bashkuar për të gjithë kontinentin ton. Nuk është rastësi që procesi i zgjerimit fillon dhe mbyllet me garantimin e aspekteve themelore të demokracisë së Shqipërisë si shteti së drejtës, qeverisja e mirë, lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. As nuk është rastësi që në terminologjinë e anëtarësimit të BE-s këto vlera quhen themeloret. Topra janë kapitujt negociues që u hapën të parët, por që do të mbyllen të fundit. Forcimi i shtetit të së drejtës në Shqipëri është investimi më i sigurt për stabilitetin dhe prosperitetin e vendit dhe të rajonit në tërësi. Jam thellësisht i bindur se fuqia shndërruese, transformuese e projektit evropian ka kapacitetin për të arritur këtë qëllim dhe duhet të theksoj karakterin e bazuar tek merita të procesit të intarësimit. Ne kemi një metodologji të qartë dhe nuk mund të ketë rrugë të shkurtra drejt anëtarësimit as shmangje të kritereve. Dhe një pjesë e rëndësishme e punës sime këtu në Shqipëri si ambasador i BE-s është që të sigurohem që vendi mbetet i fokusuar në përmbushjen e të gjitha standardeve të kërkuara nga BE-ja për të bërë pjesë e grupit ton, pra një objektiv që Shqipëria ka marrë përsipër për të arritur me vendosmëri dhe angazhim dhe brenda një afati shumë ambicioz. Megjithatë, sfida nuk është vetëm ruajtja e një ritmi të qëndrueshëm në miratimin e reformave të nevojshme, por edhe të garantosh cilësinë, zbatimin e dur dhe qëndrueshmërinë e këtyre reformave. Dhe për këtë, ato duhet të vinë si rezultati një procesi transparent dhe gjithëpërfshirës. Siç e kam thënë shumë herë, zgjerimi është një projekt i të gjithë shoqërisë dhe të gjithë, qeveria, opozita, shoqëria civile, komuniteti i biznesit dhe qytetarët e thjeshtë kanë rolin e tyre për të luajtur. Për të rritur ndërgjegjësimin, ne duhet të komunikojmë në mënyrë proaktive me qytetarët që ata të kuptojnë se pse nevojiten këto reforma, si do të përmirësojnë ato funksionimin e institucioneve dhe në fund të fundit si do të përfitojnë ata në përditshmërinë e tyre, si do të përmirësohet pra jeta e tyre. Dhe kjo do të bëjë të mundur që ata të kërkojnë llogari nga autoritetet e tyre nëse zbatimi i reformave nuk mjafton. Tani më lejoni të kthehem deklaratës Schuman. Fjalët mbreslënëse që tingëllojnë paqja aktuale edhe sot, të cilat janë: paqja botërore nuk mund të ruhet pa bërë përpjekje krijuese në përpjastim të drejtë me rreziqet që e kërcënojnë atë. Dhe jam krenar të them këtu dhe sot që BE-ja në Shqipëri po kremton ditën e Europës përmes përpjekjeve të tilla krijuese, ekselencës dhe këtyre arritjeve, ne po përmbushim pikërisht këto gjëra. Pas një thirrjeje të hapur që mori mbi më shumë se 250 aplikime, pothuajse 2 fishi i numrit të vitit të shkuar, ne përzgjodhëm 10 projekte artistike që bashkojnë artistë të rinj dhe të afirmuar, duke ofruar perspektiva dhe narrativa të reja që angazhohen në çështje bashkëkohore shoqërore. Këto vepra do të trajtojnë tema si pabarazia, migrimi, shëndeti mendor, identiteti dhe strukturat shoqërore përmjet disiplinave të ndryshme. Do të ketë shfaqje teatrale, vallëzime, muzikë, por edhe ekspozita dhe ndërhyrje të ndryshme ndërdisiplinore. Nga data 9 deri në 22 maj, Java e Europës 2026 do të prezantojë një program dinamik me më shumë se 55 aktivitete kulturore në 6 qytete: Tiranë, Shkodër, Korçë, Patos, Fier dhe Elbasan. Vitin e shkuar të dashur miq, ne krijuam një hapësirë për të krijuar gjatë javës së Europës. Si vjet, ne zgjerojmë këtë hapësirë në një hapësirë të hapur, duke mbështetur lirinë artistike dhe duke fuqizuar rolin e kulturës në jetën tonë publike. Jam shumë i emocionuar, ashtu saç besoj edhe ju, për të parë këto interpretime. Admiroj krijimtarinë, vizionin dhe guximin e artistëve për të hyrë në këtë hapësirë, për të qenë kjo hapësirë e hapur dhe për të prezantuar idetë e tyre përpara publikut. Dhe shpresoj t'ju shoh shumë prej jush në këtë hapësirë ku arti është një mjet për reflektim, empati dhe angazhim për vlerat tona të përbashkëta. E më lejoni që në mbyllje
të them diçka personale. Unë jam krenar që përfaqësoj Bashkimin Evropian dhe jam krenar për gjithçka që përfaqëson BE-ja, ju uroj të gjithëve gëzuar ditën e Europës.